Skifterët në Tiranë vollën makinën nga garazhi dhe u larguan si zotrinj. Arrestohet 20 vjeçari bashkëpunëtori në kërkim. Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë numër 6, në bazë të kallëzimit të marrë nga një 28 vjeçare së cilës ishte vjedhur automjeti në garazhin e pallatit ku banon, kanë organizuar punën për vënien përpara përgjegjësisë penale të autorëve. Si rezultat i veprimeve intensive hetimore të kryera në kuadër të operacionit Mikro, u arrestua në flagrancë shtetasi MSH 20 vjeç, si dhe u shpall në kërkim shtetasi tjetër me inicialet EHB, 20 vjeç të dy banues në Tiranë. Këta shtetas dyshohet se në bashkëpunim me njëri tjetrin më datë 25/4/2025 kanë vjedhur një automjet tip Nissan Micra në një garazh në rrugën Kol Koçi në Ysberisht. Në cilësinë e provës materiale u sekuestrua automjeti, i cili u gjet pranë banesës së 20 vjeçarit të arrestuar. Vion puna për lokalizimin dhe kapjen e 20 vjeçarit të shpallur në kërkim. Materialet proceduriale ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.